meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë të madhin Zoti qofshin fal, me falenderimet më të mira që i takojnë atij, për shëndetjet sinqerta Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, dhe begatia, mirësia, falja dhe mëshira e të madhit Zot qoftë mbi gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, kudo që janë. Ato që janë gjallë, edhe ato që i kanë ndru jetë, janë ndry qoftë i madhi i Zot shpirtin atje ku e kanë. Thotë Zoti i gjithësisë në Kur'anin famlart, në suretun Nebe. Suretun Nebe është suretun Mekkie, pra ka zbrit në Mekë. Është një sure që flet për bazat e besimit në Islam, ose mund themi për dy gjëra themelore të saj. Vetë fjala Nebe do të thotë lajm, lajm i madh. Sa herë që Zoti në Kur'an e ka përdorur fjalën Nebe, bëhet fjalë për një gjë e madhe. Nuk është si fjala khaber për shembull, që është lajm. Po Nebe gjithmonë përdoret për gjëra të mëdha shumë. Zoti i gjithësisë fillon këtë sure duke thënë amma yatasalun anin nabil azim. Tha njerëzit o Muhammed, për çfarë po të pyesin ty? Apo të pyesin ty për lajmin e madh dhe të rënditës? Alladhi hum fihi mukhtalifun, në të cilët njerëzit janë kundërshti. Pra po të pyesin ty Muhammed për i çështje të madhe, në bën adhim, lajmin e madh dhe të rënditës, në të cilën njerëzit nuk kanë një pikpamje për të, po janë kundërshti. Disa e besojnë dhe e kanë të qartë se çdo thotë ai lajm të rënditës dhe i madh, disa e mohojnë. Thotë i madhi Zot, kella se ya'lamun thumma kella se ya'lamun. Thotë në Kur'an, me të vërtetë ato do ta dinë, dhe dy herë përforcon me të vërtetë atë do ta dinë për lajmin e madh të rënditës. Pra unë do t'ja shpjegoj atë me detaje, do t'ja shpjegoj atë qartë, dhe nuk do e besoj vetëm ai që s'do më e besu. Dhe Kur'ani famlar foli shumë për nebun adhim, që është lajmi i madh. Lajmi i madh, vëllezër motra të nderuar, është fjala për ditën e gjykimit. Shoqishin njerëzit dhe e pyetshin profetin alayhis salam, a ka ditë gjykimi, ka botë tjetër? Se mekasit në atë kohë besojshin Zot, nuk besojshin botën tjetër. Gabimi i madh i tyre në atë kohë ishte që e besojshin Zotin dhe adhurojshin atë në format e veta, po me ndërmjetës, me ato idhujt që i kishin qabe, gjëra të cilën Zoti i gjithësisë nuk e don. I madhi Zot e don besimin të pastër, sinqert. Qoftë në kuptimin që ai ka kriju gjithçka dhe atij i takon deri dhe lavdia dhe ai është krijuesi, dhe e dyta atë adhurim që e bëjmë, pra këtë xhumë kemi ardhur vetëm për rizat të tij, vetëm për hatër të tij. Namazin që do bëjmë vetëm për hatër të tij, për të kënaqur atë. Agjërimin dhe çdo vepër e ibadetit bëhet vetëm në emër të Zotit. Ky është besimi i sinqert që Zoti i gjithësisë e don shumë, derisa e ka vlerësuar dhe ka thonë ja ibn Adem, la utaytani bi kurabil ardi khataya. Tha u birja Ademit, nëse kur të mvish ditë gjykimit, më vjen me mëkate dhe gjinafe sa toka mbar. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a. Dhe në ditë kur më takon mos më ke shoqëruar shok, për atë që e ke bërë për mua, e ke bërë për mua. Pa ortak, la ataytuka bi kurabil ardi maghfira. Unë do të vi ty sa është toka me falje. Pra sa kishe gjinafe, aq do të falë unë. Dhe vëllezër motra nderuar, në gjithë jetës do t'i kërkojmë falje të madhit Zoti qofshin fal. Por gjinafet tona nuk janë asgjë në krahasim me faljen dhe me mëshirën e tij madhështore. Thot i madhi Zot filloi duke fol pra në këtë sure, surën Nebe, për ditën e gjykimit. Njerëzit edhe sot e kësaj dite, disa e besojnë, disa se kuptojnë, disa nuk e besojnë, e me rast siç janë vazhdon po e njëjta histori derisa të bëhet Kiameti.
Ajo që na del neve për ta kuptuar Kur'anin famlar dhe për ta zbatuar dhe për t'ia shpjeguar të tjerëve, është që dita e gjykimit nuk lejohet t'ia shpjegosh tjetrit pa kalu përpara klasën e parë ai me besu të madhin Zoti qofshin fal. Domethënë, ti se din a beson as beson Zot dhe i thu bota tjetër. S'ka kuptim. Sa i do të shofi si të çuditshëm. Do thotë çfarë thot ky? E ka i den ky çfarë flet? Çfarë beso ky? Sepse i madhi Zot, ne kemi thonë Islami është shkollë. Dhe sqarimi i saj duhet vi gradualisht me klasat e veta. Me etapat e veta. Me shkallët e veta, se lloj tjetër nëse i thut dikujt diçka që nuk është për atë, e ke humb atë, e ke largu, nuk e ke afruar me Islam. Pra nuk do thot në Islam vetëm të flasësh tjetrit me i shpjegu fen, do të dish atë që ai kërkon ilaçin për atë. Ai është i smur me zemrën, ti i thua haj se do të çoj ke okulisti ke syt. Por më dhem zemra, kam nevojë për kardiolog. Gjithë secili ka smundjet e veta, bot kuptimet e veta, mos diturinë e vet. Dikush din diçka, s'dini gjë tjetër, ti do t'i thush atë që s'din. Zoti i gjithësisë, nga e mësojmë ne këtë, nga i madhi Zoti qofshin fal, ku e mësuam ne? Kurani ka një uslub, një formë, një metodë shumë të bukur. Thotë, të pyesin ty për lajmin e madh, lajmin tronditës, njerëzit janë në të hutuar, unë do t'ja shpjegoj, do t'ja sqaroj, thotë Zoti i gjithësisë, dhe pa e kuptuar ti, s'flet më për ditën e gjykimit. Ti pret tani që të shpjegoj kella se jale mund do thotë, ja se ja u shpjegoj unë ditën e gjykimit dhe nuk flet. Po për çfarë ku del tani? Nga klasa 2 zbret Kurani në klasën e parë. Sepse e din që njerëzit s'do ta besojnë asnjëherë botën tjetër, po s'janë të qartë me besu Zotin që e krijoi botën tjetër dhe këtë botë. Thot, shive sa bukur, elem naj'alil arda mihada wal jibala utada wa khalaqnakum azwaja. Tre themelet e mëdha. Thot, nga bota tjetër del tani që ka ajo që është reale, se bota tjetër shivet. Ti që dalësh ka ajo që nuk e shikon, do kalosh nga ajo që e shikon. Që sa i mençur është Islami, pra sa bukur e ka shpjeguar i madhi Zot. Gjëja e parë, nuk flet më për botën tjetër, se e din që ti që nuk e beson botën tjetër ke nevojë për këtë tjetrën që të dalësh atje, thot, a nuk e krijuam në tokën në cilën jetoni ju si djep. Nuk ka përdor fjalë tjetër, ka përdor fjalën më të bukur dhe fjalën më të qartë dhe fjalën më të kuptueshme që mund ta kuptojë çdo kush. Çfarë është djepi? Djepi nuk është shtrat që flem ne të mëdhejt. Djepi është një shtrat specifik me të gjitha kushtet, i bërë me merak për fëmijën që ka lind. Asaj i themin e djep, që do të thotë që është aq i brisht fëmia sa ka nevojë për djep, ka nevojë për një shtrat veçantë, sa ai është i vogël, nuk është si për ne, i madhi flek kudo, nuk e ka ndonjë problem të madh atë punë. Kurse fëmia ka nevojë për djep, dhe i madhi Zot kur foli unë e krijova tokën si djep për ju, që do të thotë e ka bërë i madhi Zot të përsosur dhe me merak që ne të jetojmë kaq mirë sa jetojmë ne dhe me të gjitha kushtet optimale për të jetuar. Sot shkencëtarët një nga sfidat më të mëdha kanë ka jetë në ndonjë planet tjetër apo ndonjë galaktik tjetër apo ndonjë vend të universit tjetër dhe s'po e gjejnë, sepse që të krijosh ekzistencë dhe jetë duhet të sinkronizohen me miliarda gjëra me njëra tjetrën, duhet të qëndisen ato bukur që të dalë jetë në një planet ose në një vend që quhet Tokë. Nuk e kanë zbulu sot e kësaj dite shkencëtarët një vend si Toka, e di pse nuk mund bëhet kurrë rastësisht, ka nevojë për ekuilibrat mrekullueshëm. Dhe i madhi Zot gjithmonë i mshon kësaj në Kur'anin famlar që ne të besojmë me logjik, ne të besojmë të patundër, ne të jemi si malet në besim. Dhe thot, shikojeni tokën atëherë, lejeni botën tjetër jashtë, se ja u tregoj unë botën tjetër, por shikojeni herë tokën, e kam kriju për ju si djep. Ka njeriu mushkrin, ka kriju i madhi Zot pemët. Ato na japin oksigjenin, ne japim dioksidin e karbonit. Është toka, po ka dhe planetet tjera. Janë disa planete që janë shumë afër diellit, që janë 500 gradë Celsius që s'ka jetë atje sepse digjet çdo gjë. Ka disa planete tjera që janë larg shumë diellit dhe janë të ftohtë, akull që nuk mund të jetohet në të. E ka pozicionu fuqiploti i qofshim fal tokën në raport me diellin në kufit që duhet, që ne e kemi edhe pranverën dhe verën dhe dimrin dhe vjeshtën. Prandaj thotë shikojeni, edhe kjo është në të gjitha aspektet. Në çdo detaj që ta shikosh tokën, ajo është bërë në mënyrë të mrekullueshme dhe njeriu e ndjen veten në të komod. Prandaj leje thotë herë botën tjetër, nuk e krijuam ne tokën për ju si djep, thot pastaj ajeti tjetër, a nuk i shikoni kodrat edhe malet që i vendosëm si shtylla në tokë? Çdo njeriu, po ti flasësh me këtë gjuhë, nuk ta mohon dot vërtet në të madhin Zot, vetëm qofse s'don. Për i çështjet vetën është kokë fortë, e thot s'du, po për argument, të t'japi ai argumentet ty të kundërta me kësaj që jep Zoti gjithësisë nuk ka.
Dhe vazhdon i madhi Zot dhe thot, a nuk ju kriju juve në qift? Po pse vëlla dhe motër begatofti i madhi Zot, pak me mendu njeriu, krijoi mashkullin, krijoi femrën, e para si krijesat ndryshme. I bëri ato të përsosur në qenjen e vet, po i bëri ato të përsosur për të qenë dhe afër njëri tjetrit. Se sikur gjithsecili prej tyre të ishte i përsos në veten e saj, po mos kishin raport dhe dashuri dhe për t'u afruar dhe për të lindur me njëri tjetrin, gjithsecili do ngelte ke vetja, s'do kishte jetë në tokë. E krijoi mashkullin përsos, femrën përsos, i dha atyre dashuri, i dha atyre mundësi të afrohen, i dha atyre mundësi të lindin fëmijë, i dha atyre mundësi që të vazhdojë jeta. Pastaj i madhi Zot i qofshin falë krijon njeriu nga i pi ku i kthehet nëna në laborator për 9 muaj ndodhin procese të jashtëzakonshme që shkencëtarët qajnë kur i shikojnë. Pastaj është lënë mundësia mas 9 muajsh dalin nga barku i nënës tij për të jetuar dhe i gjen gjitha kushtet në tokë të mrekullueshme. A nuk e shikoni tokën si e bëra për ju dje, a nuk e shikoni kodrat dhe malet se si janë shtylla për tokën, a nuk e shikoni se si ju krijum juve në qift. Kaq mjafton. Zoti ka vazhduar prapë, po unë po them për kaq, sikur njëri inteligjencën më dobët kësaj toke të ketë, kaq e kupton çdo kush. Që është dikush i madhërisëm që i krijoi këto ekuilibra të jashtëzakonshëm. Po i madhi Zot për të na shtuar besimin, për të na bërë të qartë në besimin tonë, mos besojmë verbërisht, mos besojmë si dogëm islamin se ka qenë gjyshi i musliman dhe un jam. Ai e ka pas emrin Adem edhe ne jemi musliman. S'ka lidhje kjo. Ideja është besosh në mënyrë të kristalt, me dituri, me kuptim, me meditim, me dashuri, me frikë, respekt, me shpresë ke i madhi Zot. Ky është themeli i besimit që tha Kurani, dhe ky është themeli i besimit që e pati profeti alayhis salam dhe ja shpjegoi mbar njerëzimit dhe lum për atë që e merr, atë që quhet Islam, që do të thotë dorëzim dhe paqë me të madhin Zot i qofshin fal, edhe pastaj kjo shtrihet edhe ke njerëzit. Vazhdoni i madhi Zot për të na dhënë neve argumente të patundshme. Wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Thota, nuk e bëm ne. Ju mundsum juve që të keni të fjetur në darkë që të qetësoheni, a nuk e bëm ne se çfarë ndodhi gjë e bukur. Të ishte gjithmonë ditë, gjumi do ishte kaq i bukur sa është, sepse vjen nata dhe njeriu është tamam që të flej edhe të fuqizohet për të qenë i dobishëm gjatë ditës. Pra, nuk bën vaki që ti të shkosh në shtrat edhe të shtrihesh edhe të vesh i projektor dhe të flesh. I projektor me dritë që të binë sy, jo, ti fik dritën. I madhi Zot nuk merret me drita, bën që të perëndoj dielli dhe të vi nata. Kohë që po perëndon këtu po lind me një vend tjetër. Atje jep jetë që të filloj dita, këtu jep natë që njerëzit shtrihen dhe të flejnë edhe të zgjohen mëngjes, të kërkojnë nga begatitë e Zotit. I madhi Zot nuk e bën me dritë si ne sot, se mira vjet bota e ka pas me qiri apo me llampë. Sot e kanë kaluar ke drita. Po s'mund ta bëjmë ne dot me diell dhe me lëvizjen e diellit të tokës se të krijohet kjo harmonie e mrekullueshme që bëhet. Dhe Zoti e përmend, a nuk e shikoni natën që ja u bën mbulesë ju të keni një të fjetur rahat, pastaj thot ja u sollëm juve ditën që të gjallëroni edhe të merrni nga begatitë të madhit Zoti qofshin fal. Thot u banayna fawqakum sab'an shidada, dhe i krijum 7 qej njëri pas tjetrit sipër jush dhe ne e vendosëm në qiell flakërusin e madh që është dielli. Pastaj vazhdon i madhi Zot dhe thotë: "O enzelna minal mu'sirati ma'an thajjaja", dhe ju e shikoni që ne zbresim shiun me bollëk nga qielli. Pra avullon nga detet, pastaj bëhet në formën e reve të rënda dhe zbret përsëri shiu. Po çfarë ndodh? Kur ngrehet nga detet, është i njelmët dhe i kripur. Kur e zbret i madhi Zot në tokë, ne e pim sa i është i kulluar. Kanë thonë ulemat e Islamit, i qofshin fal të madhit Allah, sado që ta kesh zemrën të pikëlluar, të stresuar, të njelmët, të idhët, ktheje herë nga qielli, do ta shohësh që ajo do të bëhet e pastër. Si puna e ujit që avullon nga detet e njelmët dhe e kripur dhe zbret ujë pastaj nga burimet, gjëja më e bukur që mund të shijojë njeriu. Dhe robi kur e kthen në zemrën e tij pasion dhe nepsh dhe në ves ngel këtu, e bëhet e njelmët, bëhet e idhët, bëhet e pavlerë, bëhet dëm për njeriu vet. Ktheje ke i madhi Zot ke Islami, drejtoja të drejt qiellit, do ta zbresi i madhi Zot të begatë dhe të mirë. Kështu kanë shpjeguar kollozët e mëdhtë të diturisë islame, dhe kjo është e qartë sot dhe e kuptueshme si drita e diellit. Thotë zbritëm pra nga qielli shiun me bollëk dhe thënë shkencëtarët 16 milion ton shi zbret çdo sekond në tokë si mshirë nga i madhi Zot. Duke i veshur kësaj un kam qejf ta them, megjithëse s'ka lidhje me kët, qofse çdo sekond zbresin 16 milion ton shi për begati për njeriu si dhuratë të madhit Zot, me miliarda tonelata oksigjen i bën në të njëjtën kohë që ta thithim oksigjenin kaq këndshëm, është projektuar në trupin e njeriu një organizëm i mrekullueshëm që t'i e thith oksigjenin edhe duke bërë punë tjera. Ti duke bërë punë tjera, duke shijuar, duke u kënaqur oksigjeni është i natyrshëm që e thith. I madhi Zoti i qofshin falë përsosi njeriu i dha zemrën. Por mund t'i kishte dhënë detyrë vetë zemrën tonë vetëm punë, s'do kishte mundësi me bëj asgjë tjetër, do u merrshim me zemrën që të kishte rrahjet e saj. Ja tha mos e vrisi menjen për atë, thoni elhamdulillah se ja u bë unë që ajo të punoj vetë dhe të qarkulloj gjakun trupin e juaj.
ka mëkat më të madh vëlla dhe motër, begatofti i madh i Zot. Ne po themi vetëm 1 miliardë në argumente vëzojmë mbas saj të fillosh ti jo s'ka Zot, bësh debate që s'kam vlerë, debate shterp që quhen, hym gjinaf të madh i madh i Allah i dhërohet. Si çdo e shpjegojmë në hutbë sot, që kujdes me të madhin Zot se të gjebela jam që sa i hidhrohet me ty. Thot i madhi Zot u xhennatin el fafa, thot dhe nga ky shi i mrekullueshëm që zbrit ka kopshte pastaj dhe burime dhe ka të mbjella që ju ushqeni me to edhe kënaqeni. Tani, ajo që mësojmë ne këtu është që kujdes. Mos i flit tjetrit çuditëra. Që do thot, shi sa bukur e ktheu Zoti, të pyesin ty Muhammed për çfarë? Për botën tjetër. Pse Zoti, siç e shpjegon tani, nuk kishte mundësi të shpjegonte për herë spektaklet e botës tjetër sa i vetë do i krijoi ato. Se ka pas problem. Por i madhi Zot për të bë besimi i qartë dhe racional dhe i logjikshëm çfarë bën? Shpjegoi herë sikush jam unë. Hyni person me i klasë, për shembull. Shohin nxënësit ose studentët, ç'është ky? Thotë ai dëgjoni këtu. Jo më i thos dëgjojmë fare, kush je ti? Se njeh. Por hyn mësuesi bashkë me atë dhe thotë filan Fisteku është profesor, doktor, ka 30 vjet që studion për këtë fushë, po ka shpikur këtë dhe ka marrë çmimin Nobel për këtë e kështu. Gjithë nxënësit marrin qetësi dhe thonë ta dëgjojmë mirë, po na thotë se që nga i ditur shumë. I madhi Zot që ta dëgjosh me vëmendje ti çka kriju për botën tjetër, të tregon një herë çka kriju që ti i shikon çdo ditë me sy. E kur të bindesh për këtë, që të qartësohesh për këtë, që të mrekullohesh me këtë, atëherë bota tjetër është klasa 2. Është e thjeshtë në fakt, por do të filloj nga klasa parë, do të filloj nga ajo që ti ta besosh qartë edhe bukur edhe mirë. Mbasi i shpjegoj të gjitha këto dhe ajo që ne duhet kemi parasysh, vëllezër, motra nderuara, kështu duhet më ia shpjegoj një njerëzve. Se neve i madhi Zot na ka udhëzuar me mirësinë, me begatinë e tij dhe me dëshirën tonë. Pra kemi dash edhe ne që ta gjejmë Zotin, kush vjen drejt meje thotë duke ecur, unë shkoj drejt tij me shpejtësi. Ka të tjerë që janë jashtë që nuk e kanë kuptuar, ndoshta po të bëhen musliman, bëhen më të mirë se sa ne. Te duhet ta pranojmë. Ka pas në kohën e Profetit alayhis salam që hyn më vonë dhe u bën më të mirë se sa ato që kishin hyrë më përpara. Kjo është pastaj gar, kush garon më shumë me besim dhe me vepra të mira për të qenë afër të Madhit Zot dhe kjo është fati i madh. Në herë e kuptojmë mirë, në herë pastaj harrojmë. Pa e rëndësishme është që parimi ngel parim. Mbasi i shpjegohet kujto. Dy janë shpjegimet më logjike për botën tjetër, që mos të lodhemi shumë, se ka shpjegime të thella, ka dhe shpjegime të qarta, edhe që i kupton çdo kush dhe s'ke nevojë të lodhesh ti e para. E thot Zoti i gjithësisë. Wa yaqulu al-insanu idha ma mitu fa sawfa ukhraju hayya. Thoj njerëzit, thot Zoti në Kur'an, te ka përmend disa herë në Kur'an, thot njeriu thot që unë kur kthehem nesër do ringjallem prap. Thot Zoti përgjigje tani. E wala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. Ky rob që po çuditet shumë kush do më ngjallin botën tjetër, nuk e shef që unë e pruna herë në këtë dynja? Ja prap se duhet besimi ke Zoti, se për shembull ti do t'i thosh për botën tjetër, thot se besoj. Ti do i thush, po pse Zoti që të bëri një herë ty, biles hera parë duket si më e vështirë për njerëzit se herën e dytë, ke Zoti s'ka vështirësi. Dhe ti i thu, po pse Zoti që të krijoi herën e parë, ka problem të krijoj herën e dytë, thotë ai s'besoj Zot. Prandaj pa besu Zotin këto të tjerat janë pa kuptim da. Kur ai thot besoj Zot, ai ka hy në grackën e vet, sepse kur thot kam besu Zot ti i thu, pra të ka bëj herë Zoti, po pse po na thu që ka e vështirë me të bëj herë në botën tjetër? Çe problemi ka kjo? Po flasim gjithmonë me trup, se me shpirti është i përjetshëm, po flasim me trup, se Zoti thotë do ta rikrijojmë njeriu siç i ka pas dhe marrit e gishtrinjve. Pra siç ka qenë origjinal. Dhe gjëja e parë të cilën njeriu kushdo qoftë ai kur i thotë ka bërë herë, ai është ekzistent. Dhe si ishte fare, për shembull, ke një datëlindje të caktuar, para kësaj ditëlindje ti si ishe fare në këtë botë, nuk u llogaritse. Tani ti erdhe, kur je i erë, çfarë problemi ka i madhi Zot me të bërë për herë dytë? Kjo është një. E dyta e ka bërë Aliu radhiyallahu anhu, po me një që ishte shkëmb nga mendja. Pa Aliu ka qenë, imagjino, është rrit në familjen e Profetit alayhis salam radhiyallahu anhu. Domthon ka ca fjali me hutbe që ka pas majt që ne nuk i kuptojmë, aq niveli i lartë. Dhe filloi me njërin, e filloi pak lart, e filloi, ai ishte i vogël fare, ai ishte në kopësht. Kur kujtoi se është në kopët, ai ishte në çerdhe. Edhe zuri belaja, se tani kur je standardi i lartë, siç ishte ai, që ishte rrit me Profetin, kishte jetuar, kishte pa çdo lëvizje të tij. Imagjino tani se sa vështirë është ti tulesh tani me një që, por ato kishin durimin edhe fol i shpjegohet ai nuk e kuptonte dot. S'do të më e kuptu. Ai që kishte bagazh, dëgjoi tha në fund. Se edhe do qetësi kjo punë. Dëgjoi tha. Unë besoj që ka botë tjetër, ti s'beson. Po tha ai. Po vazhdoi dhe po i soi, kishte një orë që i kishte fol, po tha. Ky jam unë. Kot, pa lidhje.
Mirë, i tha. Qofse është kjo që thuti. Unë tha, po jetoj, po themi si gentleman. Me këtë besim që bëjke Zoti, jam i qetë, anti-stres e kam. Begati po jetoj, me parime po jetoj, me dituri po jetoj, me familje mirë po shkoj, shoqërim po enderoj, dhe jetën time e kam në optimalen e vetë që mund të ketë njëri unë këtë botë. Nuk pati botë tjetër, edhe vdisha unë vdisha dhe ti barazim. Qa huma unë? Se tani po jip të aqë, ka që kuptotek. Tha vdisha ti, vdisha unë, qa huma unë? Jo, i tha, i s'ke umë gjo. Mos themi tha që fitova, sepse kjo fet je bazamente në këtë botë tjetër si nderum. Jo si pengi veseve dhe epsheve të këqija. E ke parasysh ato që janë zhyt sot në vese të epshe, si janë më për vetën e tyre, shkatrum vetën e tyre, dëmtum vetën e tyre, imagjino familjen e tyre, si janë zot krijojnë një familje, si janë zot i japin kënaqësi i shoku, i kolegu, i njeriu. Fare, në asnjë aspekt, s'din me shiu fëmijën e vet, s'kan forcë me eduku fëmijën e vet. Pra janë mbaruar nga të gjitha anët. Pra tha, jemi barazim këtu po. Por i tha Aliu radiallahu anhu. Por i tha, kapim tjetrën tani se këtu që kemi barazim. Po ta fal tha. Po më qofë se është e vërtet kjo që them unë, e di çfarë dallimi, s'ka më barazim këtu tha. Unë tha shkoj ke i madhi Zotë dhe fitoj përjetësinë, kurse ti tha shkon zjarr xhenemi dhe pikën e hajrit nuk e shef më. Kështu që tha, mendoj i çik thellë se s'është kaq i thjeshta do më e boti. Po i tha do mendoj. Kaq që kishte. Do t'ja shpjegoj që në këtë formë, dhe në fakt unë kam frikë se shumica e njerëzve në këtë kohë kështu e duan. Pra ngul këmba ai nga herë bëjnë dhe si ironik, është qesharake shumë. A beso bot tjetër ti, çfarë bën kështu? Domthon gjithë na gara, me mua nuk ka kohë që s'mbien, po them që besoj ju i keni nëpër se varet nga mjediset që ke. Po i duket si diçka, në fakt në hapat e para bota tjetër duket çuditshme se je rrit me materializëm, komunizmi kaloi dhe ti nuk ke as lloj njohurie për të. Por e rëndësishme vëlla dhe motër, begatofti i madh i Zot mos harro këto të dyja. Logjika e parë është ai që të bëri herë ka të lehtë për herën e dytë. Biles ke njerëzit më e vështirë është hera parë se sa hera dytë. Sa je dhe ke lind dhe ekziston dhe të ka kriju nga i pikuj, nuk e ka problem se ti e ke i model hera dytë, pastaj është si laborator fute dhe nxirr atje në fabrik. Dhe e dyta kjo që i tha, mirë vëlla, mirë s'po beson. Po ka që besojnë me miliarda, po me qenë ke ime e vërtet, çfarë do bësh? Kupton që do dalësh para të Madhit Zot dhe është i zjarr xhenemi që shpjegon librat e shenjtë? E kupton që nëse se beson Zotin dhe botën tjetër, ka thonë do jesh përjetësisht në xhenem, mundesh dot? Shko provoje i vit burg këtu në dynja, ta kuptosh se çeqja ti me shku në zjarr xhenemit. Kurse nëse se ekzistojnë, prap unë s'hum gjë sepse më mirë se ty jetoj që si je musliman dhe si je besimtar. Dhe Zoti i gjithësisë e shpjegoi kaq bukur me argumentet e tij madhështore, tani futet në ditë gjykimi. Mbasi ti je i bind tani që ai ka krijuar gjithçka, se ka të vështira si gjë, ti del ke bota tjetër dhe thot i madhi Zot inne yawmal fasli kana miqata. Tha dita e gjykimit, tani shpjegon Zoti. Me dash thotë, e di si o puna njerëz i bot keni, boni zhboni aty dhe mbaroj. Po të kishte thonë kështu këtë do besojsh. Zoti thot tjetrën. Thot inne yawmal fasli kana miqata. Ka thonë dita kur ndahen hesapet, i është saktu data dhe afati. Kështu ka thonë Kurani. Fasl inne yawmal fasli, dita e ndarjes, është dita kur ndahen njerëzit për në xhenet dhe në xhenem, kur ndahen njerëzit, ai i miri merr mirësinë e vet, i keqi shkon ke e keqja vet. Dhe thot i madhi Zot miqata do thot wakt, nga si e kemi dhe ne, wakt, do thot dita, ora, sekundi është përcaktuar kur do bëhet ajo. Pra jo që do ndodhi, po është saktuar afati, ora, dita, sekundi, minuti. Thot yawma yunfakhu fi s-suri fatuna afwaja, në ditë i fryhet suri dhe ju vini grupe. Pra vini grup që janë të afërmit të Zotit, vini grupi tjetër që janë djathët, prap janë besimtarë të mirë, por jo në nivelin e këtij përpara, dhe vin grupi tjetër që janë për nzjarrin e xhenemit. Ka thonë u futihati sema'u fa kanat abwaba, dhe qielli thotë është i hapur dhe është dyer ku kalojnë njerëzit e të Madhit Zot. Usuyiratil jibalu fa kanat saraba, në ditë nga që është bo kiameti dhe por janë ringjall njerëzit në një tokë tjetër, nuk është si kjo tokë se nuk ka kodra dhe male, është e gjitha e shesht, dhe ka thonë profeti alayhis salam në ngjyrën e argjend dhe mbi të nuk ka si gjinaf. Kjo do jetë toka. Sot jemi mësuar me kodra, me male, ditës gjykimit thot do jetë e shesht në ngjyrën e argjend dhe nuk ka si mëkat mbi atë, sepse nuk është kjo që jemi ne sot. Është toka që quhet toka e mahsherit, që do të dalin përpara të Madhit Zot, i qofshin fal,
Dhe ka thonë, inne gjehenneme kanët mirsada, qasti më i vështirë që ballafaqohet njeriu në ditë është kur i shfaq Zoti 100 vjen larg zjarrin e xhehenemit. Kur njerëzimi ballafaqohet me zjarrin e xhehenemit 100 vjet larg, gjithë gjunjëzohen dhe thotë çdo popull gjunjëzohet dhe pret gjykimin e vet. Sepse kur e shikojnë shumë larg zjarrin e xhehenemit, friksohen që të gjithë dhe fillojnë i madh i Zot, thonë dhe profetët e mëdhej, nuk harrojnë popullin e vet, harrojnë familjen e vet për çastin dhe thonë Zot që e ka të merë zjarri i xhehenemit, më shpëto mua të lutem. Nefsi, o Zot, të lutem shiko mu, vetëm mund të shpëtoj herë nga zjarri i xhehenemit, pastaj inshallah i shpëton gjithë me fjalë, po që gjithë secili në këtë çast fillon inne xhennem me kanët mirsada, thotë xhehenemi është në prit. Xhehenemi është në prit. Me fjalë pret për çfarë? Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ditën kur i thot sunduesi i gjithësisë xhenemit, ai mbush pra me zullumqar, me kriminal, me jo besimtar, me njerëz që më mohun, nuk më lartësuan dhe nuk më than faleminderit, po në tokën që i dhurova ja dhash me të gjitha të mirat, bën shkatrime, bën krime, bën 1001 zeza mbi të. Po, kur fillojnë të futen i thot, helim telet, ai mbush i thot zjarri i xhenemit, thot jo Zot kam akoma vend. Dhe xhenemi po se ndaloi i madh i Zot gjithmonë thot ka vend. Për këtë arsye Zoti vëllezër motra nderuar na rrit nga zjarri i mashëm i xhenemit. Zoti na fal gjinofet, amin ya rabbel alamin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt, edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas.